kur shkova krejt të kojt, rap të gëgjullve, bija tëna, qa këna po smit, që e këm po shumë, të i kojt. Thash, qka keni bre? Thash, kjo ma boni. Thash, qysh qa keni? Thash, këshin bro dhe na sufin. Vaca Hysen, Ha. që shemon men ditën, kur djemt e kanë vesh uniforme në UÇK-s. Qysh. Po e moj men se djemt e mi kanë vesh Ma të parë, po do. tonë tret me orë me jënë konë. Pej Gjermënije, si orë Muhameti me orë me në bërë. Thash, po bëllë këta, që edhe ky në sufi, po këtë, edhe ky i sufi, se janë në sufi, ky, edhe ky, do i kemi morë ormen, po të kurna, tha, unë me qitë traktor, mu sham ju largu ane, bëllë ta tret i kanë morë ormet. Muhameti, e Bali, edhe në sufi, Balia, tret këta. Tret. Kom vesh se s'kom dash me kon tretari pëplit temë. Këm ka thonë mu më ka orë dita me dek. Aj, po që ky. Na su. Po, ka orë dita me dek për qëtë pëpull. Që 20 e so vjetë, më shmja me anë gjitë e në shkollës. Elena Gjika, të se moj men kur unë gjia të kohë e tonë, që ka buma. Vaca Hysen, që shëndjeve ti, A? që shënive ti, që shëndjeve, që shënive vetën, kur djemë të vendësen me ju bashku shtrisë qlirimtare të Kosovës. Po jam kon i knoqën, që për duen se na këshin, a i shkollë, i shorët këshin zonë, qësh i ka vro atje, që ashtu ta këshë bon edhe këtu. E më shkujtoj se ky ka, me kon për nese, se ja herë demon ku me kon këtu, të kishë ka dhue e tjetëri ushtore, tjetëri, të kishë ka dhue që ka bon, ky nuk u vesh badi hova. Vaca Hysen, Ha. qysh e kujtën i sufin edhe na sufin? Qysh i mon men? Qka mon men prej djemve? Moj men ju... Qfar djem janë konë? Qfar djemsh? Djemta, morë me tonë se shpia jam veç mirë ka punu gjithë, si djoli, si boba. Boben ma kanë burgosi, veç si ka thonë skeneraj. Ka thonë në këtu skeneraj, po është, ka thonë skeneraj është, edhe plus është Shqipni, se jo veç skeneraj. Ka thonë këtu është servis nuk ka këtu veç skeneraj edhe thunë. E kanë qunë në burg 3 muaj ditë, kanë etë Mitrovic në burg. Po, bova janë. E ta është ju, mes me mbohë e sopë, kur gjonë, mes me në gjitë anë në një shkollë, anë që shkohi. Që ata nuk më mëjtë tash asë me folë. Se kë i pori gjithë kënë. Kretë ushtria e në gjuhën e kanë folë për tojë. Na ka pështu, zdi sa vena, na ka pështu, ja ka grabit për pa na gjuhë ata. Në likofë që atje. Kur u vro orë pej, atje që kun të këshore, për të këshore, pej këshore, se për harrej me të gjekut. Famimi ke bo, 80 vjetë. Pej këshore që i ka quë 2 oficira, i ka quë atje, nalë këtu, nalë jo, du me shku se, kom qef me shku atje se me dit ata, me po ata shukët e mija, se pej këshore kur orë, që të se në shpita me ka nejtë ushtria, që ku ka nejtë këmë ta, Muhameti, Ajoli, kanë hongër buke, kanë nejtë mirë. Që tu tani, kur kanë bërtit në malë do, njoj velegjve,
edhe dytë veleqve jënë kumë edhe një tjetër, kur kanë bërtit aty, jënë dollë për shpis ta me këtonë, jënë kumë 30 ushtorë, që kanë nejtë, që kanë hongër bashkë. E këtë tani i pori atje, ja u ka grobit. Veç ata i kanë mbro pak pa ngo këta, pa aty jënë mbro dy. Po. Ti me nusen edhe me vojzat keni qenë Shqipni. Në Shqipni një kokër e keni morë Me vesh. kretë rëp të gëgjëllve. I meri u kojnë plagun që të këshi, e mes ti kena pos pe boksi, e pe pëllotësit, e pe ane, këtë mes të gëgjëllve e kumë qitë atje. I meri në këna qurë të një shanic, pe tushile, një shanic, e këna që me këllis, edhe anë tani në kanë një shanic, në kanë dynet këna bujt, jëndorë në kanë rëthue, me 3 kamiona në kanë ngarkue, në kanë qurë të atje... Kufit Shqipni? Po, ja, pak, që jo kjo parë... Aty ndonë në kanë? Ju e keni morë vesh prej lojmeve, prej televizori? Po, prej televizori, kur u vrokë. I Sufi? Po, i Sufi vrokë kur im konë këtu. Po, këtu, po. A kjo vrokë kur im konë në Shqipni, që kom nejtë 3 muj e 2-3 jova, a më qështu? Se aja ma i menë, unë ma për... Atje të në shikë, kur i nga i shumë lojmet, na këshom, na qka i shumë Shqipni që i buj shumë, se unë të kam ru venin kur veç, kum nejtë në krume, në hajdu që aty në krume, po, në gjami. Shka i shumë nga i shumë lojmet, une në sheher dhe me thonë, a kje shka i kene për të shpijat hovlav aty nga të gjami që jenë konë, me dhe ploka rrike, kjo kish pas një aty që aty plokat. Une një jeva pësht, ata ku më qyrën tonë, kur ma netën zonën, atë që më gjoshin muë, në sëpë gëgjulli, që fëllja më stafë mu që babaloku i Haradin. Ajta në shë, kur shkova kretë të kojtë, rëpë të gëgjullve, bija tëna, qa këna po smit, që këm po shumë, të i kojtë. Thash, qka keni bre? Thash, kjo ma bonë. Thash, qysh qa keni? Thash, këshin bro dhe në Sufin. Po. Thash, jo, këshin plagu, tha, na i ngumë lojmet. Me thonë, që asë edhe unë i nguva, asë kretë të kojtë vëlla tonë. Me shte qika të qajtë, kom poshë me sminje, me reja, ku me shëtja Muhametit, me djemë gjallit madhë Muhammet e ko emnin. Baca Hysen, unë e di që ke thonë edhe 5 djemi pas, kretja kisha folë Kosovës. Po, vëlloj, për tonë, edhe kretë, edhe vetë, më kam jetë zhigë me posë orë me asi, po u dëvë këti kush, po dëvë këti kush me dhe sminje, grove, arabe, po të dhimë shina ata. Se më të shilji, ku më dalë për pora, ja ku më qelë shtekin, se dëshin me mërthyje një gardë me metë në thera, aty e më ka shtyje me atë orë me ajë, shkohë. Edhe këto më ka shtyje, të shilë. Baca Hysen, e di që u konë dhimt shumë e madhe. Po a ke pos edhe krenarin, se i Sufi edhe na Sufi edhe krejt dëshmurt kanë dek për me jetu për gjithmonë. Po veç, une në shtap nuk o mirë që apë du me fëllë. Se une mu tut, se më kanë zonë 5 herë, mu tut kur shkom ditë. Një shanicëm, kur u bu ma sokra i zbitës, na jenë akun një shanicë. Nesit sabah në dullin e në rëthun një shanicë, e më qitën aty. Tha për tu i pori më zirgë, tha për tu tësh, shqip. Tha shballohaj mu tu zdi, tha, qërë ku morë më në thatë vroj, thash, qëri thash që tu zirgë, thash. Kretë pleshe, ploka, thminje, thash, se unë mu tu të nuk di. Thash me pas posë orë me unë, që ti nuk ishëm zatet që ka shëngatë.
Pale, që shikujtan momentet kur ju keni bashku ushtrisë çlirimtare të Kosovës? Momentin kur ju kemi bashku ushtrisë çlirimtare të Kosovës, janë konë momente shumë krenaria që për mund është me dhonë një kontribut për vendin tuaj, për vendin tim shemull, edhe kur i kom pa disa nga, për thëmë tash bashkëfshatarët e mi, bashkëluftetarët e mi, që kanë qenë ma herët se une, kështu që në korrekt 98-ës, dikur me 17 korrekt, kena depertu kufinin shqiptar, duke u kthyer prej Shqipërie me armatim, atu kemi rodhen prit. Kemi bën një luftim bukur të mirë, kemi pas humbje edhe nga una e jonë, po edhe nga una e armikut. Kështu që e një veten mirë dhe një veten krenar që kom pas mundësi me kontribu për vendin tim. Një prej momenteve tua më të vështira që kujton gjatë kohës luftës është kur keni rënë prit, domethënë kufirin shqiptar. Momentin më të vështirë që kom pasur gjatë ramjes në prit në kufirin shqiptar, mua aty te Rosa e Zogut, ashtu quajtur vendi, Rosa e Zogut. Kemi rënë prit edhe na kanë plagos dikun më më thonë ja 200 vjet janë kanë plagosur ato, dikush më shumë, dikush më pak plagosur. Kështu që në ato momente kom pas mundësinë me ju ndihmu 2 persona, njëri ka qenë dorë, njëri ka qenë kom. Me qenë se edhe vetim kom pak i plagosur, po s'kom ku më ditë sa, se më kom më shumë plagë e vogël. Kështu që kom pas mundësinë një shumë krenar që kom mujt me qitur në pjesën prap të Shqipërisë anenaj, edhe janë ardhën ushtria e kanë marrën me helikopter ushtria e Shqipërisë. Edhe i kanë qunë në Tiranë për shërim ata 2 persona, ka pas shumë, për që ata 2 që unë i kom tërhjek, i kemi qitet, ju theshin të stanët në atë pjesën e Shqipërisë, prap, se u luftimit në kotash pra, në 2 ora 2 mes natës, kështu që ka qenë një luftim bukur i mirë po edhe një vetën krenar se vetë atu ka pas edhe armiku humbjet mdoja. Edhe qështu. Keni ndjenë e herë frikë gjatë? Frika gjatë luftës u konë që shme thonë tash në fillimin e parë, mirë po tash gjatë mujeve të bëshër edhe një lloj prevoje, frika ka up kretë, do më frikë s'ka pas mo. Ato veç për para, asë mrapa s'ka pas më këthyje. Sepse më këthyje mrapa e njëse vetën të ligë. Pavarësisht armatimit që kemi pasur, jo ku më ditë sa armatim të fort, mirë po me qëta që e keshëm, i bëjshëm armikut ball, edhe me një vetën krenar, edhe e një vetën shumë krenar që ku mujt me ju bashkan gjithë ati grupi për 1400 vetës, supozojmë që tu parafërsisht, që ka qenë grupi më i madh, që ka kalu kufirin shqiptar me armatim për të dalur ndihmë bashkëluftetarëve tonë të në Kosovë kundër armikut serb, që ka qenë me shekuj të tërë. Po Salta, a kujton një moment kur kthehesh pas në kohë, edhe cili ka qenë momenti ma e kom fjallën që ke pas mas shumë t'i frikë, që tu ka dridh në shtatë trupi edhe po, këton, frika o konën për nuk, frikë shtu s'ka pas datë aspekti frikë më tut për armikut serb, sepse kemi ditë që ata janë shumë të ligë për pas që kanë pas një armatim bukur të mirë, po të kishëm në armatimin e tyne. Diktinë në Beograd i kishëm njek edhe domethënë nuk ka pasur, që ata janë konë shumë tuxa, mirë po momenti më i vështirë që ka qenë për mua është kur mu ka plagu vllau Nasufi, këtu të siç e quajmë në të Lluga e Vot, janë konë 2 persona të lidhën që i kanë zonën, në kohë të hongër bukata, i kanë zonë. Njëri konë në ushtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, dhe njëri konë civil, të fshatit Pollush Logja Veliu. Kështu që aty kur kanë bërtit ata, kena nga Nasufi i pari ka nga, unë me vllaun Mahmetin, Demiri, mos hitash me ram një cik se të gjithë bashkëluftetarët që kanë qenë aty, kanë ardhur
dikush ba prapora, dikush u shëllam me nga edhe tham shka u mu, shka po rejhet, dikush ato asë se ne ka prej me që jenë hinja të shkijet. Serbet, kështu që kemi nga ato, kur kemi nga, na kanë gjujtën edhe neve, ato edhe u plagu të në Sufi, një 2 këfire ka shkrep, në ta, se ajo vëshu afru nga ty në fort, ta në kitë pjesën e kënjëna me mitre lezë dhe i thira këta tjertë bashkëftetarët këtë lagjes tonë, i thira hajde një mëna se qështu na kanë hinjë shkijet njënaj, kanë nga tanë edhe këta tonë kanë ardhë, dikush më herë, dikush më vënë, edhe ja këna nëzo pritën, këna bu një luftim dykun një 15 minuta, 20 minuta, prafërsisht, se s'mu e dje u kënë aksham, më kënë ora 5 e gjys 6 mramje, dikush 7 e gjys që të rejke, ato kemi bu një luftim bukët mirë, kemi pas humbje të armikut ka pas humbje bukët mira, sepse kanë bërtit, shumë kanë bërtit, po mëq, u shajshin në të gjuhën e tyre, se s'mëshin u shajshin, edhe tani masanin e këna këqyre të ka pas zhak shumë, me qenë se tani në Sufit në veç i adha ndihme në parë, e marrë me qumë për tërdevç, Mahameti vlau e merë edhe do bashkëftetarë tjerë, e morën e qesi një kërë me kual, edhe afrojnë ditë e spitalin tërdevç aty, po të nesë bërten, do më të nesërtit, kanë hinë edhe në tërdevç shkijet, aty forcat serbe, edhe i kanë thonën vllaut Muhametit, i ka thonë vllaut na Sufi, na me shpirti i poshtë, si sot po më kujtuat po i thet, vllaut thot lem jarë me qëtu se nëse hinë forcat serbe këtu në qatë të më hinë mena qëtu në i rëgjaj, do më i vrasë. E kështu që i ka thonë me silet e fëminja tima se se djetë qysh i vjehe sopi, qysh është kuha, kështu që lema muar me qëtu edhe del, ka thonë jo nuk lonë vetën, vlau Muhameti ka thonë nuk lonë vetën në qëfës është nevoja, edhe unë kam më vra qëtu bashkë me tyje, e nuk lonë vetën, tani jenë konë da bashkëftetarë tjera, ato tani kanë marrë dhe kanë desht me që për Berish. Atje konë spitali Divljakës, mirë po e kanë thirrën Fadil Bekër, doktor Fadil Bekër, në cilin shumë edhe e përshëndes shumë, se ka dhënë kontribut jashtëzakonshëm për ushtrinë çlimtare të Kosovës. Mirë po në ato momente ai i kanë thonë hajde nketon, ai u dridh për më dal morë kontrdevc. Ta veç që kanë morë kanë qitë me një kërë me koli, edhe kanë qu dera ofër dikon Berishës, tani kanë morë kanë qitë pe atuet me një gjep. Edhe si qysh thujnë vlau që thet, Mahameti, se s'kam qenë atu, edhe e qënë për Divljak atje, në spitalin e Divljakës, atu edhe kanë që takuot edhe me motrën, e motra i ka pas 2 vajzat plagunë në Likovce, e martunë në Likovce e motra, atu 2 mesat jenë konë plagunë në kam, e takuot të në atu me atë motrën, dhe qa u bunë për vlau, dhe ta u plagua, dhe të po edhe plagu, dhe të në, adin ata e shkemben disa fjallë në dërmjet vetit, edhe gjatë që aty në detve dhe më hëtë netë, për bjënt neset be thonë, na Sufi ndrën jetë, pranë vlaut Muhametit dhe motres Aishës, edhe mesav të tina Kosovares dhe Ardianes. Kështu që ndëgjova unë për mes bashkëftetarëve të tij të njësisë speciale se ka qenë në brigadën 111 Adem Jashari, edhe shkojnë me vetën se s'kishëm në radiolidhje, veç ata kishin adin, edhe shkoj veç se çaj ka punë. Gaboj një kolegi tina, një bashkëftetar tina, po thotë Allah na Sufi na ka lënë. Edhe e ka kthyer një kolegi veti, i ka thonë qysh i kallzove. Thotë ja, ma mirë me kallzu qitash, thotë se më bën. Thash qëre, thash një morë me ditë që ka më bon, si është ma mirë, si unë ka ndru jetë, vetëm të di, po du me ditë. Tha ja, Allah na kalon, na Sufi, Zotit lash nërshën më ngëshlunë, ata shokët e tina, që tu tani, do mërzia, desene. Po mirë, e mbajta vetën prap, sepse prap e disa që ka më dalë në istikome, ka më dalë prap në luftime, kështu që po, në të momente vallaj ka pas shumë dhimbje, mirë po, ç'a të bësh? Jeta është e tillë. Dikush pa shku nuk o bon.
për Kosovën tonë të lirë do të më shku dikush. Mirë po ai thej ke gjysh qysh kur u shku mu armatos. Kur nuk e harroj i pata në atëre dinorin konën të Serbisë, kishëm edhe markat gjermane, po i kisha dikon 2-3 marka atëre kushteshin di por patika. Tha ame që të marka tha se ku të kthejnë atë dhonë, tha se do të blej por patika se s'më me shku shtu na ponga. Tha në Olqen. Edhe ja dhash ato 2-3 marka i bleti por patika. Edhe unes për Olqen me shku mu armatos atje tani përmes Olqinit me dalë Shqipëni mu armatos edhe më kthy prap. Shkoj aty, najti një javë ditë i buni pak fare sa më dalën aton, tani mi pagun një arninje, me qenë se qasaj rrugë ka dalë lajin aton, kam dalë edhe vetë, për ka jem dalë Shqipëni. Mirë, po ka jem kthy për me bashkëqytetarë tjerë. Aty, do më thonë në Sufi, ka shku, ka dalë në Shqipëni, u armatos edhe u kthy. Kër u kthy, i thym, atëherë kemi thonë me gjë, tash i thym të trafa, pishe 3 vetë në një furën, po vinë. Edhe me thonë drejtën vallajnë, thash, po vinë dë ushtarë, milicë, serbë, se së dëkshin mirë, për se ka gjatë një distonë diku 5-6 metra. Thash, qa fa dhe ka redin, se i të bëjsh i norme të që se farsenesh. Se pe i fillimin asu i ka qenë i kyqën. Kur të afru që pishë lasufën. Hajde vla, pishë tani edhe një kunat një motës halitin, njashtë edhe besimin, kushëri i halitit. Edhe i kapa për qafe u gëzova kur i pash, thashrishi që i këndi orë mirë, që të tani gjojte një 2 herë për pjetë, se kemi pas si zakon, kur të vim për kufirit, me gjuhë për pjetë që këna ndarsëm. Edhe ma shkurt, kur u ktheva tani unë, tash po dalë te unë, kur u kthym prej Shqipërisë, erdha në Likac. Kur erdha në Likac, ato dush kemi shënu dhe emna për me ditë që kush është ushtara, sa këtë një prunë, do në matim kush kish tepër, kush kish ma pak mja dhe dhe mu kombinu pak a shumë. Aty më ka mërthyvoj, kur në thminja kom kajt, sepse na ranë disa nga shok këtu, na vrajten disa, na plegun disa, kom kajt të në shedhe se isha mërzit 3 javë që kisha në Shqipni. Edhe në ka ardhë një kushëri i parë, që thujmë na kushërit parë, Bajrami me kerë, e në ka morë për Likut që në ka pru këtë, mu e Mustafën, Zëmiri, Indjeri, ushtari i ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe ajo kom me një kerë, i ka morë faikun e Sahitin, e Muslin, natë ku, do më thonë, na kanë pru këtë në shpe, kër në ardhë, i na shku, mas pari më shku në shpinë e Mustafës, gjallë të migjës që e kam, edhe atë ardhë, tani që këj stufi, na me shpirë të pas të ka kapë orë me në temë, tha vla, si e ke arshë në mirë, tha du ma gju për pjetë, tash, gju i shatë më unë, tash se, tash armatim kena bu balë, edhe s'ka që ka me libë më këtu shkave. Në gjenë atë momentet, po edhe të krenarisë, po edhe dhimbje, me cila ta, jeta e kështu. Një më metë, po duke me jetue. Ku e gjojshit forcën në të momente, ku bazojshit? Forcë. Me të vra, me të djeg, me pa, loj masakra, loj vrasja, loj përdënime, gjithë shka. Forcën e gjojshëm, nëse edhe me thonë drejtën forcën e këna morë gjithë nga komandon të legjendar Adem Jashari, sepse komandon të legjendar Adem Jashari ka dhënë familjen komplet, edhe në atë kuptime që ka dhënë një familje komplet, e marrë shumë forcën na, e marrë shumë forcën. Nuk e di as çush na vika e forca e fuqi, nuk e di shumë më tut. Po tash kur ktheshan djetrenon, tash për shembull nga una e familjes tem, do më thonë baba i babgjyshit tem, stërgjyshi që i bjen, e ka vurën Gradicë, që ka luftuar në vitet 1944 dikun mos po gabojmë me vitet se më gabu, me vitet luftën e Shabanit, e ka pasën qysh ka kallzu babgjyshi dhe baba, që ka vurën Gradicë. Tash po dalë të familja jam që këna pasën bres pas brezi, këna pasën
ku më mburë dhe ku me morat krenarin atë dashurinë të gjitha ato, me qenë se atë dojt, babgjyshi, baba i nonës, ka qenë në luftën e partizanit atëherë, kallxeke the kja këna morë me arme ty në i këna vrarë na kallxeke që do të me pas një tro kryp me veti the në gjep për shkak që unë të uheshe ham pa kryp e pindo uj edhe t'jeket tuntit. Unë gjithëherë kom pas një kese me kryp me veti, kështu që kemi pasën edhe Dan Deroci, u konë një pej patriotëve të mëdhej, që ka dhonë jehun qysh para luftës tonë, në të luftën e përpashme që ka pas, e kanë pas Cernagart, e kanë pas Italianët, e kanë pas tek mas mom të kanë pas Serbët, po s'ka mujtë me mbajt kërkosh Kosovën, sepse u konë një vend që nuk i ka taku atyre. Edhe një tokë që s'është e jotja, aja tokë të largon, vetë toka të largon. Kështu që na i kena dalë zot tokës, i kena dalë zot adheut, vatanit, edhe jem krenar që i kam dhonë edhe dy vllaznin, që kam qenë edhe vetë i treti ushtar, Mahameti, unë edhe Nasufi, po jam krenar dhe për luftën që kemi bën për Kosovën e lirë sot, mirë po, jeta ka kështu, duhet të vazhdohet. Pale, në mbijat e parat frontit e kanë me tre vëllezërit ato. Muhametin, Isufin edhe Nasufin. Po. Çish i mban mend ato momente? Unë e di që prindrit janë kanë shumë krenar që jo po i dilni zot venit juj, edhe kanë thonë, çka të kanë thonë prindrit, çka mon mend prej nanës edhe prej babës në ato momente? Prej nanës edhe prej babës, ka shumë që na kanë thonë, po një që më kanë thonë ma shumë të po nuk ka, për shembull nanas babë që thëtë shka vraje birë jem që të po, thëtë mirë jem, lufto, po mbroje edhe ruje veten. Një luft që bëhet, luft gojrili se s'kemi bëna luft të për afërt, se s'kemi bëna luftra me kilometra, po na kemi bëna luftra 10, 15, 20, 30 metra, luft gojrile, që shtojnë dham për dham. Na me ka thonë, djali jam lufto, ruju dhe shokt me si levetën. Vllaznit me si levetën, shkoni bashk, jeni ma të fort. Gjithmonë jeni ma të fort kur jeni bashk. Edhe në ato momente gjithherë me ka rënë në mend fjala e nanës. Baba ka thonë, djali jam, inshallah, veç pak i keni ga babgjyshi temi në këtë rasti i bjen që e potë Allah për stërgjyshin dhe do t'ja dilni. Mirë po, fati deshti, Muhameti edhe one sot jetojmë, kemi familjen, kemi fëmin. I kemi bon një familje, është familje shumë e gjanër prap, edhe unë kam djalin me emrin e vllaut Nasufit, që tash shërben në forcën e sigurisë të Kosovës, që jam shumë, kam shumë emocione, që jam shumë mirë njohës, që i shërben prap, edhe brezi i ri, Nasufi i ri, që i shërben forcës e sigurisë të Kosovës. Një ata, edhe vetë kam qenë në trupat mbrojtëse të Kosovës, pej masi që kry lufta që u bon demilitarizimi e UÇK-s në TMK, deri në korrikin, deri me 17 korrik 2002 kam qenë në trupat mbrojtëse të Kosovës. Isha duke u kthyer nga puna në trupat mbrojtëse të Kosovës, du me sik edhe këtë storje. Kur vi këtu, të ardhë rrugës atër kom, se s'ke shumë, as vetura, s'ke shumë, as peshona këshin pasër rrëtë ku këfuri franqez, edhe ishin konë një pjesë rës franqez, edhe i të bëjshin armatimin, kujna një nëzonshin armatim, kur vi, mi mërën tani, më nëshin mësë me mlo marë mu, kënë, thash ushtar ti ushtarën, shka i ka dënti, ajo ardhë më na një mua, ajo ardhë më na pengue. Po jo s'ba më hinë se janë të kontroluan në kënjene edhe në tani qashtu si veta heq edhe hina qysh më thonë si me zëllë.
I deportuar se i kishin post bluqet i kishin qitë pak ma herë se të marrën në Katun. Edhe deportuar erdha kur erdha që me po i kishin hallakot mrena me shtëpia me kishin lënë vena pa hallakot. Dhe që edhe uniformën të MK-s ma kishin pas marrën, armën e Nasufit e kanë marrën, pancirin i kanë marrën. Kanë marrën ato që kanë dëshuar që me s'milon popull, gjesi me s'milon popull këtu armatimin e. Mirë po, ka qenë një periudhë shumë e vështirë edhe në bas luftës. Deri dikon 2004-2005 shumë periudhë e vështirë sepse s'kishëm edhe të ardhna, më ditë sa. Mirë po ja dolëm edhe i morëm komt, si gjithë populli shqiptar që i ka morë komt edhe së djem ku jem.